Do flasim tani për dollarin dhe madhrat kryesor si floriri, silver që unë kam tregtu, platinum që ne kemi munduar ta tregtojmë, po nuk e tregtum, e ndam falas në Telegram si një tregtim për short dhe ka ecur shumë mirë dhe disa madhra të tjerë kryesor. Flasim për dollarin. Dollari vazhdon të ulje dhe duke qartë tani që do bëj këtë bearish divergence. Shikoj, RSI-ja nuk ka fuqi në shitje, çmimi po bëhet më i ulët, bearish divergence është pak a shumë gati për një rritje të dollarit në këto javë. Shikojmë. Kemi edhe frikën që po ushit tregu pak më shumë, shkoj edhe më ulët dollari. I bi që do të shkojmë me pushime në Amerikë, se kemi të lirë. Po kjo është temi situata e dollarit. Kjo zona priteshe, ja ku e kam unë të vizatuar këtu. Unë personalisht prisë një rritje pak më shpejt, po jemi këtu tani për momentin. Dhe jemi okay. Kur të rritet dollari, ndoshta kryejnë ca çrregullime të tregjet e tjera. Mund bi që mund kemi edhe një ulje më thellë, se po ul tregu dhe dollari njëkohësisht, dhe pastaj ulet dollari dhe më thellë, rritja e dollarit mund të shkaktoj një ulje më thellë të tregjet. Që mund të jetë ajo crashi që ne presim. Gjithsesi, unë mendoj që botëm e kemi mrena në treg, te ajo zona e prillit për momentin. Nuk është që kemi ndonjë ulje më thellë për momentin. Shikojmë naftën njëherë, US Oil. Nafta pati këtë shpërthim këtu si për kësaj zone që unë e kam përmendur. Shikoj, kjo ishte zonë ritestimi që unë e kisha, dhe ja ku keni pasur dhe vizatimi nga javët e kalume që një tregtim në thyrje këtu ishte për long, dhe ja ku jemi ka kapur dete 1.5. Mund t'i keni shikoni video e javëve kalume që kemi të dark të si analizë, dhe ja ku kemi dhe rezistencën këtu që është thy. Këtu mund të kishe bërë një blerje, ose këtu poshtë për jedoje pak më agresiv, konservativ këtu, agresiv këtu, dhe ja ku e ke rritjen. Shitje normale, kur ka këtë lloj rritje, edhe mendoj që duhet normalizohet i çmimi dhe pastaj shkojmë për më lart. Shikojmë. Kemi floririn. Floririn, mu lëmë dhe platinum që ndam dhe të ako kemi floririn këtu që unë kam menduar që do shkonte për long. Këtë analiza këtu e shikon për lart dhe mund shkojë ndoshta edhe më lart, po që vazhdojnë këto situatat e paqëndrueshme në treg. Po bërë një dip deri te kjo viza trendi këtu, prap bëhet shumë interesant për të bler. Nuk ka bërë këtë strukturën që unë kam pritur, ka thyer këtë strukturën që këtu, por një ulje deri te çmimi 3200 ishte interesante për ta bler pak më lirë për një rritje tjetër. Unë personalisht nuk shikoj ndonjë mundësi këtu afat mesëm akoma. Unë do doja një ulje më thellë. Edhe pastaj platinumi, me që e kemi ndarë. Kjo nuk do të jetë. Kjo do jetë e fundit për sot, po platinum. Ne kemi parë një rritje të jashtëzakonshme këtu, shikoj, shumë të fuqishme, RSI shumë e blerë, dhe kemi thënë te Telegrami që shikoni për afat shkurtër, ndoshta te një orarshi ose te 5 minutë, një ulje që mund të tregtoni. Këtu do ishte një zonë që do të ja vlente. Kjo lëvizje ka kaluar. Unë mendoj që mund vazhdojmë akoma ndallgët për poshtë. Do ishte le të themi support këtu, pastaj rritje, pastaj ulje deri këtu dhe pastaj fillon ndoshta në ndonjë ringjallje. Këtë ishte normale në treg ku ka bërë këtë lloj rritje nga prilli deri këtu. Është për të parë situata.